Nuk e sjell një gjë të re në botën e re. Shikoni, po, që kanë ata? Atëherë zërat që qarkullonin ishin të vërteta. Të gjithë mendonim se ishin në botën tjetër pas betejës së tmerrshme me Marinën 2 vjet më parë. Përkundrazi, ja ku po duken sërish në ishullin tonë. E martë e mira, ata janë piratët më të egër në qarkullim. Me ata këtu mund t'i themi lamtumir. Zoro, vrasësi me pagesë ka mbi kokë një shpërblim për 120 milion denarësh. Sanji Ozdiu ka një prej 77 milion denarësh. Niko Robin ishte arratisur që në moshën 8 vjeç dhe tani ka një shpërblim prej 80 milionësh. Dhe më pas është Reni Që ka edhe Raberi. O, më lini të shkoj, ju lutem hapuni, nuk po shoh asgjë. Më në fund, na erdhën kundërshtar të dej. O, çfarë lajmi? Daloni! Kapiten, përse nuk i sulmojmë dot? Raber Kapelja prej kashtës do të rrituar kryq duke parë që ne i ngopim me grushta njerëzit e tij. Nuk është një ide e mirë të fillojmë një betejë, pikërisht tani që do të nisemi për në botën e re. Hey, Zoro, Sanji, Robin, ej, më prisni mua. Çfarë do nga ne ai tanuki që flet? Mos thuaj Marzi, tanukët nuk ekzistojnë, janë krijesa legjendare. Ai po na ndjek. Hey, Zoro, mora vesh se ka ardhur i pari tek vendi i takimit. Jam i lumtur që nuk i ngakruar. Edhe ju, Sanji dhe Robin, ja dolët mban. Ai po na ndjek. Ke të drejtë, s'kisha parë kur më parë një të tillë. Mund të na sjellë të lashe. Le tash për fillim. Ej, më prisni, pse bëni sikur nuk më njihni? Ti mos harro që Niko Robin ka ngrënë një frut të detit. Nëse na bën rezistencë, do ta kemi të vështirë. Duhet ta kapim në befasi. Eja. E marr drejshi, duhet të nxitoj. Kush e di nëse kanë ardhur gjithë të tjerët?